Situata dramatike po shoqërojnë kuicin më të famshëm në botë. Ndoshta sonte ndodh ndryshe. Gjithsesi për këtë na duhet të ftojmë një star dhe dy konkurrentët e tij të përjetshëm. Altini dhe Eltoni në koha jote vazhdon. Baby, one more time. Can I blow your mind? Baby, one more time. Can I blow your mind? Baby, one more time. Pra, një duar trokitje, e meritojnë, vërtet, një duar trokitje. Një duar trokitje pra për pastruset e Porto Channel, Luzen dhe Lulen, që i kanë duart e arta, e meritojnë, apo jo, e pastrojnë kaq mirë dyshemen sa unë gjithmonë rrëshkas kur kërcej. Atere, kujdes, sot loja jonë dihet pra që ka dy konkurent. Po ku janë ata? Kush janë ata? Përse nuk vinë? Këto dhe surprizat të tjera do t'i marrin vesh pasi t'i ftojmë në studio. Nona! Nona këtu, nona, ajde Allah, ja bëf zoti, ku jeni? Nona, nona, nona! Eka ty! Ka dalë se na follishe se po të shofin kamerat gjithë. Si? Më falni, zonja, po ju ku po shkoni? Si? A ke thonë vetë televizor që të vi që i kujtja maj këtu të emisioni jotë? Po? E në erdhëm. Se? Ha, trim apo jo? E më fort, po! E ka ty, nona! Dakor, atere, ashtu qoftë, ftojmë pra me një duar trokitje të zjarrt konkurentët e vërtet për sot. Ata janë kampionët ta në fuqi, zoti Altin dhe zoti Elton. Si një vënd? Si një vënd, po? Si jeni, zoti Elton? Jeni mirë? Urdhoni si një vënd, po. Një mbrëmëtini! Ua, qëfar pati a i? Qëfar pati? Mos u shqetësoni, zoti Elton, zoti Altin, këto dy zonja do lozin me ne. O ti më dha, mu më qitë para ti? Zoti Altin do qëndrosh këtu bashkë me zotin Elton, do bëheni skuadër. Ma falë, ky krokodilit do konkuroj? Jo, është... Si? E ke shumë gabim, zonja tona janë të nderuara me qëra fjalla komplimenta për veshjen. Jeni veshur Grazie. shumë bukur. Molto grazie. Po, vërtet. A nuk janë bërë si Tina Turner? Po, fix, tamam, tamam. A nuk janë bërë si Naomi Campbell? Shumë mirë, pusho. Faleminderit shumë. Si? Faleminderit shumë. O i neri mollë që na keni Dakor, ftu e kuptova. këtu. Pusho. Një qose për ty e kam. Pusho. Se jo... Pusho, pusho. Shumë mirë të boni. Pra, apo jo? Jeni pra dy skuadra për balë njëri tjetrit. Dakor? Mund të takojeni me njëri tjetrin. Ja, po ne nuk njeve me mama. Jo, ju njeni për hatër të spektaklit, juve njeni. Si e ke mamin, ma? Mirë, po. Më falë, po edhe bashkë njihemi ne. Po, njihemi, sigurisht që njihemi. Jode. Atere, pa unë burko, le t'i prezentojmë skuadrat. Me nofkat e tyre, pra për balë njëri tjetrit, sot do të kemi dy tyqat dhe dy nonat. Kujdes! Eta ty, nona! Pa unë burko, le t'a fillojmë, kujdes, le t'a fillojmë këtë lo. Vëstori? Këtë loj, zoti Elton, kujdes, këtë loj. Kam shumë frikë. Atere, le të fillojmë pa unë burko me raundin dyshimi dysh. Që ka përnej kjo pytja, që ka me cimente, me kovë, me... Pusho. Me shtup. Dakor, pusho. Keme me lecka. Mos fol. Pra, kujdes, një loj, dy tyqa, dy nona, një... Trudel me marmalat?
Po pse mami me bën shumë të mirë? Është një star, zoti Elton, një star. Kujdes pra, kujdes pra. Kujdes, pyetja e parë është: 3 mama kanë secila nga 2 vajza. Ato duan të shkojnë në kinema dhe në sallë ka vetëm 7 vende të lira. Si arrin të gjejnë ato vend për të ulur? Njëra nga mamat është nën që do të thotë që tjetra është të patë njona e nonës prej mamave. E sakt, bravo, e sakt pra, skuadra e sakt pra, skuadra e nonave sa po fitoi 7 euro. Si, Bravo, 7 euro. bravo. Do t'i flasësh këtitja, po ja haj veshin vetun. Qyshete vetë qele, 7 euro i thënë 10.000 lek. 10.000 lek. Pusho, mjafton, pusho. Kemi gjithë Fal njëri 10.000 lek më. Kemi gjithë jetën që duam të hajmë veshin, po deke s'qetlla i arrim. Kujdes pra, kujdes, zoti Elton, përqëndroni, sepse pa humbur kohë do të kalojmë tek raundi tjetër. Ai është raundi patatja e zier. Si e zier, më vlla? Viti ka qenë patatja nxehtë. O, t'kisha i pjatë me patatet s'kuqme në shibo, sa m'ka morë mollën e qik pras aty e disa shko? E një qikë raki. E ta dhe me fërges kështu. Pusho. Me melqia më Pusho pra, pusho. Shkojnë shumë. Pusho. Po shkojnë. Pusho. Më Po fal. se pas këtë gjutë. Një pyetje. Po. Këto janë 2 nonat apo 2 babat, më vlla? Kujdes, ju lutem përqëndroni, pra bëhet fjalë për raundin patatja e zier, sepse tashmë pas kaq shumë patatesh, puntata u zje. Do kaq shumë puntatash, patatja u zje. Atëherë kujdes, pyetja radhës është: çfarë përqëndrou është ajo gjë e bardhë që bie në dimër dhe mbaron me ap? Ja ka bërë një herë këtë pyetjen. Është një grua plak që bie në Karotrec? Jo, është që bie në kanal, që bie në kanal, por është e pasakt. Ju dhe se po humbët 18.000 euro. Si 80.000 euro, gjithmonë kështu humbim neve. O ma, po na i bëjnë me ile. Po kur ma bën mua çdo javë, qeshti? Ishte e pasakt, pra skuadra tjetër. Pyetja është: çfarë është ajo gjë e bardhë e që bie në dimër dhe mbaron me ap? Bora mër trap? E sakt, wow! Wow, çfarë emocioni, nonat sa po fituan 9 euro. Bravo, vërtet, bravo. Ue, po këto të vjetë kanë ditër me dilë më. Ue, po nona që ka kuj unë. Kujdes, pyetja e radhës do t'jetë nga raundi nonç. Atëherë pyetja është: unë po jap makinës me shpejtësi konstante. Në të majtën time shikoj një humner, në të djathtën time është një zjarr fikse që ecën me të njëjtën shpejtësi që po eci unë. Para meje kam një kal që është më i shpejtë se unë dhe unë nuk mund ta parakaloj. Pas meje më ndjek një helikopter i cili po fluturon rrafsh me tokën. Edhe pyetja është: si t'ja bëj që të ndaloj? Zbrit nga karoseli o idiot? E hongre, m'duket. E sakt, nuk ka mundësi, e sakt. Nuk ka mundësi, përgjigja ishte e sakt. Pra, përgjigja ishte duhet zbritur nga ka? Nguri. Duhet zbritur nga karuseli, zot jeton. Karuseli, kujdes. Atere, nonat sa po fituan 13 euro. Bravo. E pa mundur, radh ka ndodhur në studion ton që të fitohen kaq shumë para. Lene mo me këto para që përna jepni juve, u këputët. Mere që ati vers më thoi më. Pusho ti. Për ty e kam mësë ti. Ja, po ti ke për të humbë. Pusho, që shë e kam për ty më për? Sot i madhu. Atere loja vazhdon, kujdes. Loja vazhdon, në koha jote vazhdon. Dhe pyetja radhës është nga raundi Melodi Quiz. Vërtet, atere, kujdes. Për këtë raund do të na ndihmoj maestro Abaci ku? Ku nga i gjete këtë më vlla? Te Don Bosco ku shet peshka i buri me govat 3.000 kilja? Jo, do të na ndihmoj maestro Arjani. Jani. Atere kujdes, pyetja është: cila, gjeni kujdes, cila këngë fillon
kështu. Ua, mbaje. Sonte unë me ty soj që e kam baruar sonte ti pranove s'më do on sonte me një tjetër ti më ke baruar sonte Ikani, ik. Atëre kush ishte përgjigjja Është juaj? Adelina Ismaili me këngën sonte? Le ta verifikoj përgjigjen, le të dëgjojmë versionin origjinal. Po zot. Ishte e pasakt. Bëhet fjalë pra për këngën Everything Has Hanget. Më falë. Nuk thuhet everything is changed. Ashtu? Has Ashtu changed. thuhet? Yes. Atëre ti sapo humbe 2000 euro. O Samir. Po pse më vlla? O ma! Kujdes pra, Ham. kujdes, nonat sapo humbën 5000 euro sepse bëhet fjalë pra për një këngë të kënduar nga D.J.Bo. Sonte, sonte, sonte. Na futem bërç luze ma. Pa humbur kohë, pra, loja po bëhet e fort. shumë e fort. Lojtarët tanë kanë fituar goxha para sot. Shumë, kështu ne që në mund të pyet për në rolën gjepa, Kujdes, tiqëm. pra, kujdes, pa humbur kohë, neve do ta mbyllim avash avash. Nuk e di, zonja Luze, nuk të kam pyetur. Juve keni provuar ndonjëherë të mbyllni një transmetim live? No. No? Atëre, okay. Le të shikojmë bashkë aty te kamera numër 49, dhe ti themi bashkë atëre, kujdes. Kujdes. Bashkë do të ta. Çaj kafkën? Jo, me kamerë dhe unë. Hajde më tutë në futë.